Shikues të nderuar, mirë se takohemi së bashku në një intervistë të radhës. Ruajtja e identitetit kombëtar insë nuk bëhet vetëm në troje shqiptare. Për mijëra bashkëatletar që jetojnë larg Adheut, gjuha, kënga dhe vallja janë ura që i lidh me prejardhjen e tyre dhe mënyra më e bukur për t'u përcjell këtë trashëgimi brezave që lindin e rritën në diasporë. Prej vitesh, një nga ambasadorët më të denj të kulturës shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është grupi folklorik Gjergj Kastrioti në Michigan. Me qindra fëmijë dhe të rinj kanë kaluar në këtë grup duke mësuar jo vetëm ato vallet tradicionale shqiptare, por edhe historinë, zakonet, gjuhën dhe krenarinë për rënjet e tyre. Pak ditë më parë, u përmbyll me sukses edicioni 35 i Festivalit Shqiptar Lahuta, një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore të shqiptarëve në diasporë, ku edhe këtë vit grupi Gjergj Kastrioti solli para publikut një program të pasur artistik. Ndërkohë, shumë shpejt grupi do të jetë i pranishëm edhe në festivalin e Rapshës në Vitoj, duke sjellë kulturën shqiptare dhe në vendlindjen e të parëve, pra këtu në Malsi. Por të folur më shumë për këtë rrugtim, për sfidat e ruajtjes së traditës shqiptare në diasporë, për festivalin Lahuta, si dhe për përgatitjet e festivalit të Rapshës, e ftuar në emision në një linjë online është koreografja, producentja dhe themeluesja e grupit folklorik Gjergj Kastrioti, zonja Joli Agolli Paparisto. Joli, përshëndetje, faleminderit shumë që pranuar ftesën e televizionit Bojën. Përshëndetje, Linda. Atëherë, si fillim të mësojmë pak për ata që ndoshta dëgjojnë për herë të parë për grupin folklorik Gjergj Kastrioti, si do të përshkruani të misionin e tij? Një nga misionet më të bukura që një grup artistik, tani do të thosha një ansambël, ka jashtë larg vendit të vet ose origjinës së vet për të transmetuar kulturën, artin dhe folklorin, diçka që vetëm ne mund ta ruajmë shumë fort. Kur shikoni rrugtimin e deri tanishëm të grupit, për çfarë ndiheni më shumë krenar? Ka qenë një rrugtim shumë i gjatë, të thënë vërtetën, dhe jo fort i kollajshëm, si nga ana ime, si nga ana e artistave, valltarëve, edhe prindërve dhe komunitetit. Ka qenë një mbështetje e madhe e gjithëve, një punë e palodhshme, tashmë prej 26 vitesh, dhe kjo lodhja dhe sakrificat e mëdha që kemi bërë ndër vite nuk kanë atë rëndësinë e madhe sa ka rëndësi, ka vlera dhe bukuria që ky grup transmeton, ta traditën si shtanë dhe pak më përpara që transmeton dhe ruan, kështu që krenaria është jashtëzakonisht shumë e madhe. Dhe nuk bëse vetëm e imja, por e gjithë anëtarëve të ansamblit Gjergj Kastrioti. Atëherë të mësojmë se si duket një javë e zakonshme pune me fëmijët dhe të rinj, sa të shpeshta janë ato bashkimet që keni? Është shumë intensive, në fakt, çdo gjë e mirë është pasojë e një pune të përjashme, është pasojë e një pune të vazhdueshme dhe shumë konsistente. Dhe në fakt për të gjithë ata ndoshta që nuk e dinë procesin e punës, ata që ne shikojmë dhe ato performancat e bukura vijnë si pasojë e një praktike të përjashme. Grupi Gjergj Kastrioti ka dhe konceptin e një shkolle arti, sepse ne fillojmë që në moshën 3 vjeçare, pra ka klasa të ndryshme, dhe këto klasa të ndryshme ndjekin njëra tjetrën deri në finalen që është ansambli Gjergj Kastrioti. Pra është shumë punë sistematike, kur na duhet të performojmë dhe kemi performanca të ndryshme dhe të fuqishme, sikurse kishim performancën për festivalin Lahuta, ose sikurse do të kemi paraqitje në Vitoj, shtohet numri i provave, i praktikës, bëhet pak më i shpesh. Por e jona, do me thënë, e përhershme është javore, ne praktikojmë çdo javë. Po cilat janë sfidat më të mëdha për të mbajtur gjallë një grup artistik shqiptar në diasporë? Por, sikurse thash pak më përpara që nuk kemi pas sfida, nuk ka qenë aq e lehtë ndër vite, po tashmë gjërat janë lehtësuar pak. Për shembull, një nga vështirësitë në fillimet tona kanë qenë kostumet.
sepse dihet që kostumet janë kryesore, ti nuk mund paraqesësh asnjë koreografi, qoftë edhe një këngë ose nëse do të paraqesësh folklore dhe kulturë, pa kostumet ti nuk e plotëson atë figurën e tërë. Në fillimet tona kanë qenë pak problem kostumet, po tashmë gjërat janë bërë shumë më të lehta. Unë nuk e di se si ja bëjnë këto prindrit, po domethënë Qëse dikur ka qenë problem kjo gjë, sot nuk është fare në pyetje, sepse këto mama tona shëmbullore i gjen një mënyrë ose një tjetër dhe i kanë fëmijët gjithë pajisur me kostumet kombëtare. Gjithashtu gjërat kanë ndryshuar, lidhjet me Shqipërinë edhe me Malsinë janë më të mira, më të shpejta, më të shpeshta, jo si dikur, edhe domethënë janë bërë ca lehtësime të tjera. Edhe ndoshta një lehtësim tjetër që do doja edhe ta cilësoja është dëshira e madhe. Dikur ka qenë dëshira për të marrë pjesë në çdo gjë artistike, folklorike, kombëtare, diçka që na lidh me traditën, po tashmë është bërë një gjë domosdoshme. Sepse unë shikoj që në vogëli, fëmijët kanë një dëshirë shumë të madhe që të lidhen me kulturën e origjinës. Dhe kjo i ka lehtësuar gjëra sepse ti nuk duhet ta fillosh më nga aja, po ti kalon direkt aty në temë ku duhet, i fut në punë, i fut në prova. Ato vin tashmë dhe një çik përgatitur, kështu dhe nga ana e gjuhës, sepse në sa po kuptoj unë, në një farë kohe në emigracion, se unë kam shumë vite, kam pothuajse në 29 vite, shikoja disa njerëz të cilët jo me vështirësi e thonin për shembull që jemi shqiptar me origjinë, po për sa i përkiste gjuhës, ishin jo po nuk e flas mirë gjuhën dhe kam zor ta flas dhe e kthenin në anglisht. Unë tashmë shikoj dhe fëmijë të vegjël edhe të rinj kur vinë, domethënë dëshira e parë që kanë janë të drejtohen ty në shqip. Kjo do të thotë që kemi bërë një punë shumë të bukur në të gjitha aspektet, që kemi ardhur deri në këtë pikë dhe na e ka lehtësuar punën edhe ne që merremi me këtë gjë. Por kështu që mendoni sa të lindin me atë dashurinë për vallën, të them dhe traditën shqiptare? Unë mendoj që ta lindin me dashurinë për gjithçka që është shqiptare. Qoftë valle, qoftë gjua, qoftë kënga, qoftë aktivitete të tjera, qoftë ndënjura vetëm me miq edhe me shokë, me kushurinë, pra domethënë duke u rrethuar me njerëzit e tyre do ta thoja unë. Kështu që tashmë lind tek të gjithë brezat e rinj që ne kemi. Po përtej hapave të vallës, çfarë vlerash përpiqeni t'u transmetoni atyre? Po, gjua është principale për mendimin tim, nuk e di unë kam shumë merak gjuhën, unë e kuptoj që ti dhe çdo njeri nga ne jetojmë jashtë vendit dhe gjua kryesore në këtë vend është gjua e vendit, anglishtja. Por kjo është një gjë që ne nuk evitojmë dot. Fëmijët, ne të rriturit që kemi ardhur gjitha duam të flasim anglisht. Kështu që unë mendoj që është shumë kollaj ta humbet ajo jona. Prandaj unë insistoj shumë fort te kjo dhe e kam merak shumë të veçantë. Edhe në punën që bëj me fëmijët, normalisht unë nuk mund të flas gjithkohë shqip sepse ata nuk e kuptojnë, sidomos disa prej tyre shqipen time letrare, po mundohem ta thyej pas here dhe shkoj midis anglishtes edhe shqipes. Dhe mendoj që pak, po diçka i shkon në mendje fëmijëve dhe gradualisht rritet edhe i ndihmoj në mënyrën time që ata ta mbajnë gjuhën të paktën në këto aktivitete jashtëkollore ose jashtë familjes që ato bëjnë. Mirë, po do veçoni diçka, ju ka ndodhur ndoshta ndonjëherë që një fëmijë t'ju ketë emocionuar shumë sa të kuptoni që i gjithë mundi juaj, gjithë kjo punë ja ka vlerëtur? Po, unë, sikur se tash i fillojmë klasat në një moshë shumë të re dhe fati im është që tash më kam brezin i cili ka filluar që në moshën 4 vjeçare dhe sot ata janë 20, 21, 18. Dhe nuk ka më bukur sepse kur shkojmë për shembull vinë Malsi ose shkojmë edhe në Shqipëri që paraqitemi në festivalin e Gjirokastrës, fëmijët nuk flasin anglisht fare atje, mundohen ashtu me aq bagazh të shqipes që kanë të flasin shqip. Nuk di, domethënë mendoj që është emocion në vete. Më pëlqen shumë. Po, sa mendimtar është roli i prindërve në suksesin e grupit dhe pjesëmarrjen e tyre? Jashtëzakonshëm. Prindrit, unë mendoj, sikurse në jetë, që prindi është pasqyra e fëmijës, edhe unë mendoj edhe në të tilla aktivitete dhe për çdo gjë tjetër që ne folëm që ka lidhje me atë dashurinë, është kryesore. Pa atë nuk mundesh.
absolutisht sepse fëmijët duan një drejtim dhe drejtimin në familje ja jep prindi. Dhe dëshira e prindit për të injektuar dhe për të patur fëmin të ingranuar në çdo gjë që ka lidhje me trashëgimin, është ajo që përçohet tek fëmia. Në fillim ndoshta fëmijët e marrin edhe me vështirësi, duhet edhe t'i shtysh, po aty është gjithë sekreti, të kalosh fazën e shtyrjes. Në momentin që ti e kalon atë fazë, ti e ke të sigurt, prindi ka të sigurt që fëmia është në atë shinën ku ata duan ta fusin për sa i përket traditës. Qartë. Po çfarë sakrificesh bëjnë familjet për t'i mbështetur fëmijët në këtë rrugtim? Sa vështirë është për ta? Po tani besoj se është vështirë sepse ne kemi, Amerika është e madhe, ne kemi distanca shumë, nuk është se jetojmë gjitur aty me njëri tjetrin, dhe prindit punojnë normalisht, si në gjithë botën, dhe këto aktivitete janë jashtëshkollore, pra do të thotë mbas orarit shkollor. Atëherë i bie që disa prindër mbarojnë, sapo mbarojnë punën, s'kan kohë as pushojnë, as ndoshta të bëjnë diçka në shtëpi, po duhet marrin fëmijët edhe t'i sjellin dhe t'i marrin. Pra gjithë dita e prindit shkon në angazhimin ndaj fëmijëve të tyre. Unë mendoj që kjo është një sakrificë. Sakrificat e tjera janë dhe monetare, sepse për shembull në rastin kur ne udhtojmë edhe shkojmë sikurse do të vim tani në Malësi, të gjitha këto shpenzimet janë shpenzimet që gjithë secili nga ne i bën vet, pra dhe prindit i bëjnë për fëmijët e tyre. Ka familje që kanë 2-3 fëmijë, dhe normalisht fëmijët edhe shoqërohen nga prindrit. Domethënë është një tuf sakrificash të mëdha për të bërë këtë që shifet sot, që ndoshta në pamjen e jashtme duket diçka shumë e kollaj dhe shumë e lehtë, sidomos për ata njerëz që nuk janë shumë të ingranuar në aktivitetet e komunitetit, i shikojnë, i pëlqejnë, i duken bukur. Kam pas dhe nga ato prindër që i sjellin fëmijët aty dhe mbasi rin janë 1 muaj, 2 muaj largohen, sepse i duket një sakrificë shumë e madhe që të vinë çdo javë ose në ekstra praktik që kemi. Kështu që ka kosto kjo punë, ka goxha kosto. Si çdo gjë tjetër në jetë, po në fund fare unë mendoj që çfarë përfiton nga kjo, të bën mos i mendosh ato kostot edhe ndihesh mirë me veten që ke investuar në fëmin tënd, edhe në atë që ti do t'i përqosh fëmijës tënd. Natyrisht, kjo është të them ajo edhe qëllimi besoj. Mirë, po sa i përket komunitetit në Michigan, sa ka ndikuar ai në zhvillimin e këtij grupi? Dhe pse mendoni se është e rëndësishme që komuniteti të vazhdojë të investojë te brezi i ri dhe kultura shqiptare? Por ne të gjithë pjesë e këtij komuniteti jemi, edhe prindrit janë pjesë e këtij komuniteti. Dhe kjo do të thotë përderisa numri i fëmijëve dhe artistave të rinj rritet, do të thotë që komuniteti i mbështet. I mbështesin, sikur se tham, familjet që janë pjesë e komunitetit, po dhe ata që nuk janë pjesë e këtyre grupeve, janë artëdashës shumë të mirë, janë shumë simpatizantë sjelljes dhe prurjes artit shqiptar dhe mbajtjes tu në Michigan. Disa janë kështu simpatizantë dhe fanatik të kostumeve të bukura, se fatmirësisht kostumet i kemi jashtëzakonisht shumë të bukura, sidomos veriu i ka të jashtëzakonshme me plot ngjyra që do të veçoja këtu xhubletën. Edhe tropoja është shumë e bukur. Pra, komuniteti është shumë mbështetës. Unë po fola për komunitetin e gjerë, po do të veçoja shumë komunitetin e Kishës Shëmpalit, sepse ne aty i zhvillojmë të gjitha aktivitetet tona, aty i zhvillojmë provat, aty i zhvillojmë koncertet, pavarësisht nga që na ftojnë në vende të tjera, po baza jonë është aty dhe mbështetja më e madhe vjen pikërisht nga Kisha e Shëmpalit. Na ka dhënë një dorë shumë të madhe, domethënë çdo gjë që rritet aty brenda, sepse ne të gjithë i përkasim atij lloji komuniteti. Dhe të them vërtetën, ja di shumë për faleminderit. Unë edhe të gjithë ne, sepse nuk do ta kuptonim dot organizim kaq të madh diku në një vend tjetër që nuk ka shumë lidhje me komunitetin, sepse gjërat vijnë zinxhir. Dhe gjithë ky zinxhir i përfundon pikërisht atje në këtë komunitetin tonë të madh pranë Kishës së Shëmpalit. Mirë, qartë, e bukur kjo. Atëherë, në fillim të muajit do të përmbyll edicioni 35 i Festivalit Shqiptar Lahuta. Mund të mësojmë pak më shumë se si e gjitha dhe si e përjetuat këtë edicion?
Festivali i 35 që u titullua Lahuta këtë vit, unë do të thoja ishte një sukses i radhës. Sepse çdo vit bëhet akoma më bukur. Unë ja kam thënë dhe më përpara, resit kanë qenë përpara 3 vitesh kur filluam me natën e folklorit. Nata e folklorit, që t'jem shumë e sinqert, me gjithë ju është një punë shumë e madhe. E jashtëzakonshme. As me fjalë nuk shpjegohet. Sepse është një punë që fillon për muajsh. Dhe nuk mbaron atë ditë që fillon nata e folklorit. Ajo dita pastaj është kuriorzimi i kësaj pune, po me një punë akoma më të madhe për dalë bukur dhe për transmetuar dhe për nxjerrë në pa çfarë është punuar. Si pasojë e kësaj vijnë dhe ditët e tjera në vazhdim, të cilat i përshtaten shumë bukur çdo koncepti që ne kemi në komunitetin tonë, sepse sigurisht ne rrisim një rini këtu, e cila është e hapur ndaj artit dhe kulturës edhe të këtij vendi, edhe të traditës tonë. Pra, është punë shumë e madhe e organizatorëve për të kënaqur të gjitha breza dhe për të sjellë prurje të reja, po në të njëjtën kohë për të qëndruar edhe traditës. Kështu që festivali i 35 Lahuta, për të gjithë ata që e kanë parë, ishin prezent, po dhe për ata që ndoshën nëpërmjet kamerave, ishte një sukses shumë i madh, ishte si pasojë një pune të jashtëzakonshme që bëhet pra po e them në kishën e Shëmpalit, sepse ai festival aty është krijuar, aty vazhdohet dhe aty do të jetë. Është prodhim i kishës së Shëmpalit. Dhe gjithashtu është një bashkim forcash, sepse dihet që angazhime kaq të mëdha nuk organizohen dot nga një person, 2, 3 ose 4. Angazhime kaq të mëdha janë një organizim i një komuniteti të madh. Sigurisht çdo komunitet edhe çdo grup pune ka drejtorët e tyre, edhe festivali 35 ka drejtorët e tyre. Ne kemi një këshill kishe të jashtëzakonshëm, gjithashtu dhe një njerëz që drejton të këshillin e kishës, që është Gjergj Fola Lajçak, që njëkohësisht është edhe drejtori i festivalit. Pra, zinxhiri i punës është i studiuar shumë mirë, gjithsekush bën punën e vet, i pa ngacmuar dhe i pa shqetësuar, me një bord drejtues dhe në fund të gjithë njerëzit shikojnë atë që pam për 3 net rresh në festivalit, 4 net rresh, këtë vit ishte 4 net, ishte festa e folklorit, gjithashtu netet e tjera ishin me DJ dhe me këngëtarë të mirënjohur të komunitetit tonë. Sigurisht, sikurse ju e dini, mblodhi me mira dhe me mira të rinj dhe të reja, dhe shumë emocionuese kur i shikon të gjitha ata të rinj dhe ti qëndron një moment dhe pyet dhe thua, ore, jemi bërë kaq shumë shqiptarë në këtë vend se është e pamundur. Dhe në fakt kemi bërë dhe janë të gjithë shumë të bukur dhe ke qef të shikosh edhe të kënaqet shpirti kur shikon të gjithë të mbledhur bashkë për 4 net rresh në atë festival aq të bukur. Do të thotë i gjithë festivali vijojnë në rregull apo jo, ashtu siç edhe kishit paramenduar? Festivali ishte super. Festivali ishte super, jashtëzakonshëm. Dhe është dhe një gjë që dua ta them këtë në fakt, është shumë interesante se na vjen gjithmonë ne si grup pune për ta thënë, ore, po çfarë do bëjmë vitin tjetër se u bë aq bukur këtë vit. Po vitin tjetër vjen gjithmonë diçka tjetër që bën akoma më të bukur dhe prapë ne themi, po çfarë do bëjmë vitin tjetër? Pra çdo vit ka gjëra të bukura. Mirë, duhet të ndalim paksa dhe duke qenë se së fundmi performuat edhe në Detroit Tigers Albanian Heritage Night, të mësojmë pak më shumë si erdhi kjo mundësi, çfarë do thotë kjo? Po ja, kjo mundësi vjen si gjithmonë, si pasojë e punës që bëhet, si pasojë e punës së vazhdueshme, sepse këtu rrjetet sociale sot të bëjnë që gjithë bota të shikojë se çfarë ndodh. Dhe sigurisht kjo bota e madhe e Amerikës e ka parë që diku në një komunitet ekzistojnë gjëra kaq të bukura, performanca të bukura, kostume të bukura, ka një kulturë jashtëzakonisht shumë të madhe, ka një traditë folklorike. Pastaj shqiptarët tanë janë të futur gjithandej sot, nëse do të hysh edhe të shikosh me vëmendje në të gjitha dikasteret amerikane ka shqiptarë të cilët drejtojnë, punojnë dhe një nga ato ishte edhe një shqiptare jona, një vajzë që quhet Aleksandra Lucaj. Ajo punon në Tigers, Detroit Tigers, dhe ajo e bëri të mundur që të bëhet në lidhje në këtij institucioni me grupin Gjergj Kastrioti, sepse ja dedikuan atë natë kulturës shqiptare dhe sigurisht kulturën shqiptare duhet ta paraqesim nëpërmjet artit.
Ishte një event I jashtëzakonshëm, ishte I pari, unë e them gjithmonë hapi derën, sepse besoj mbas kësaj do të kemi shumë të tjera. Mirë, po të mësojmë si reagoi publiku amerikan dhe komuniteti shqiptar. Si ishte reagimi I Po tyre? komuniteti jashtëzakonshëm, komuniteti shqiptar dje sepse ishte një lloj krenarie për ne që të hynim në një ambient aq të madh ku na shikonte bota amerikane. E dyta, amerikanët janë njerëz jashtëzakonisht shumë simpatik, do thoja, unë shumë të mirë, shumë të dashur, ato pranojnë çdo gjë. Po në këtë rast ishin të manitur se të tashme ato ngjyra të bukura, pastaj ne kemi fatin se kemi fëmijë shumë të bukur dhe domethënë komplet piktura e përgjithshme ishte një manifestim I jashtëzakonshëm. Por unë do thoja që unë nga ana ime isha pak e merakosur, sepse është përgjegjësi shumë e madhe të shkosh në një vend kaq të madh dhe të prezantosh një komunitet. Është të prezantosh një etni. Dhe pastaj tjetra është që në kohën që ti hyn atje, nëse din ta justifikosh, a do ta mbash atë vend apo nuk do të thrasin më. Kështu që patëm disa meratje të vogla, po besoj ja na shkaluam dhe aty ajo ditë ishte shumë e bukur, ndjem një krenari shumë të madhe, na mbush zemra plot. Dhe sikur se tash dhe më përpara, do t'i japi rrugën një të ardhme që kultura jonë shqiptare, traditat tona të përçohen shumë fort në botën amerikane dhe shumë shpejt do të kemi në fakt realizime që unë nuk mund t'i them tani, po janë realizime shumë të bukura, e cila do të marrë johon edhe për te Amerikës, performanca që do të ketë grupi Gjesh Kastrioti në të ardhmen. Apo mendoni se aktivitetet të tilla ndihmojnë që kultura shqiptare të njihet edhe më shumë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Absolutisht që po. Absolutisht që po, se këtu ka disa etni të tjera që njihen pak më shumë se sa ne, po dua të them kohët e fundit shqiptarët janë bërë shumë të njohur në të gjitha aspektet, jo vetëm në këtë aspekt. Sikur se tash janë kudo, në çdo dikaster amerikan, janë të mençur, janë të shkolluar, janë të shkafët, na karakterizon edhe një lloj zgjuarësie ne, nuk e di nga na vjen kjo, se do thoja zgjuarësi rruge, po se them dot zgjuarësi rruge se duket dëgohet si keq, po është një gjë që na karakterizon, sepse ja kjo vajza që na ingranoi në Detroit Tigers, ajo kërkon shumë kurajo që të futesh atje dhe kërkon zgjuarësi, mençuri, kërkon shumë gjëra që të ingranosh një komunitet tëndin, të vogël në thonjza për këtë botën kaq të madhe dhe ta bësh pjesë e botës së madhe. Kështu që unë mendoj që Shqipëria përnjihet. Unë mendoj që shqiptarizmi përnjihet në shumë aspekte, në kulinari, në restorantet që kemi hapur, në art, në botën në intelektuale, në shumë gjëra. Kështu që shumë shpejt ne do jemi një superfuqi edhe këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, pas suksesit në festivalin Lahuta, shumë shpejt do t'ju shohim edhe në Malsi, në festivalin I Rapshës në vitoj. Çfarë do të thotë për ju të performoni në Malsi dhe mund të mësojmë pak më shumë çfarë programi do të prezantoj këtë vit grupi juaj? Është e 4-ta herë që ne marrim pjesë në festivalin e Vitojës. Është kënaqësi shumë e veçantë për mua personalisht që vi atje, nuk e di, më pëlqen shumë. Më pëlqen jashtëzakonisht shumë, më pëlqen si organizohet, më pëlqen martësia në vetvete. Thjeshtësia e martësisë për mua është madhështore dhe më jep një gëzim dhe sigurisht artistat që vinë me mua, fëmijët dhe të rinj, sepse ai është vendi I origjinës, prindërve të tyre. Kështu që ne festivalin e Rapshës e presim me shumë dashuri. Po doja të citoja që dhe ata na presin me shumë dashuri. Na japin shumë respekt, na akomodojnë shumë mirë dhe shumë bukur. Për sa I përket anës artistike, jemi në përgatitje intensive, sepse Vitoja ka nivel shumë të lartë, edhe ne duhet I përgjigjemi. Deri më tani jemi paraqitur gjithmonë me dinjitet dhe siç e thënë nxënësve duhet ta mbajmë standardin dhe duhet ta ruajmë emrin e grupit Gjesh Kastrioti. Këtë herë vim më të rritur se më përpara, vim në ngjyra dhe në format e një ansambli, sepse këtë herë përveç valleve do të kemi prezantimin edhe të këngëtarëve, edhe këngëtar në fakt kemi dhe disa sensacione, që nuk do doja t'i zbuloja tani se do doja t'i alija surprizë publikut
në malësi, kur të shikonte, dhe e di që të i pëlqen shumë, po ndërkohë kemi dhe performime live të instrumentave, sepse kemi grupin Tingujt e Çiftelisë që vjen me ne. Pra, gjithçka do t'jetë live, do t'jetë një punë e kompletuar, një ansambli folklorik që do të paraqitet në vetar këtë vit. Atëherë në mbetet ju shohim këtu në Malësi. Po sa rëndësishme është për fëmijët e lindur në diasporë të vazhdojnë pikërisht në vendin nga ku burojnë rënjet e tyre? Unë do thoya është kënaqësia më e madhe, kurorëzim i çdo pune, mundi, sakrifice, ndash të prindërve, ndash të tyre vetë. Edhe është shumë e habitshme, sepse kur e kemi nisur ardhjen e parë në festivalin e Vitorjes, kisha vetëm 6 çifte valltarësh. Dhe sot ne do vim me një grup prej 35 fëmijësh. Unë them fëmijë, po janë grup mosha të ndryshme, ata nuk janë më fëmijë, kemi dhe të rinj, moshën 20-21 vjeçare, po në e vogla që do të marri pjesë në festival është 5 vjeçare. Pra të vish të udhtosh një ditë për të ardhur deri atje me 30 e sa artistë, kjo është arritje shumë e madhe. Kështu që kjo vjen vetëm nga dëshira e madhe për të qenë pjesë e këtyre aktiviteteve dhe për të qenë pjesë pikërisht në atë malësinë e bukur që përveç të fëmijëve të rinjve dhe familjeve të tyre që janë nga i vend dhe duan shumë, e dua dhe unë shumë, më pëlqen jashtëzakonisht. Me zi të shpresë që të vi atje. Atëherë Joli, pas kaq shumë vitesh në skenë, çfarë është ajo që ende ju motivon të vazhdoni? Po, unë kam një sër gjërash që më motivojnë. E para, unë mendoj që artist nuk e kam të për vete, se mos e marrë kështu si ku për e dedikoj vetës, po në përgjithësi, artistit lind, edhe do të thotë kur ti lind me një dhurat, me një talent, normalisht ajo jeton me ty gjithë jetën. Dhe nuk ka kohë që ti të thuash unë sot nuk do të bëj art, ose unë do ta lej vitin tjetër artin sepse do dal në pension. Ajo është me ty dhe të shoqëron deri në ditën që ti jeton, edhe në mbyll jetën tënde. Kjo është e para tek unë, edhe besoj të shumë të tjerë. Tjetra është kam investuar shumë për të arritur këtu ku jam. Kam punuar shumë fort. Kam punuar pa u dorëzuar në asnjë vështirësi që më ka dalë përpara dhe pa kursyer asnjë gjë që unë kam ditur dhe kam për t'ia dhënë këtyre trimeve të rejave. Dhe si pasojë e kësaj, unë shikoj sot një pasuri kombëtare që po zhvillohet këtu në Amerikë dhe kjo nuk është pak. Sado pasionante që jam unë me punën time dhe në punën time, unë mendoj që kjo është një arritje shumë e madhe. Dhe dikush tjetër po ta kishte arritur, do ta kisha duar trokitur dhe falenderuar pafund. Dhe kjo është një motiv që unë vazhdoj, sepse vërtet unë po e transmetoj në breza, po brezat të rinj lindin dhe të tyre duhet t'ia japim akoma më tepër. Dhe kjo do të bëhet një legacy shumë e rëndësishme për komunitetin tonë dhe për shqiptarin këtu. Kështu që unë nuk kam ndërmend të ndaloj, mua kjo gjë më motivon çdo ditë. Edhe puna me të rinj dhe të rejat është një gjë shumë interesante se të bën ty të djesh e re gjithkohës. Dhe pse ti e kupton që vitet e tua po ecin dhe ti nuk je më e re, po punon me ata dhe ata update në një mënyrë të jashtëzakonshme. Pra për mua, çdo gjë që unë bëj, do ta ribëja edhe ribëja dhe kur nuk do ta ndroja mendjen dhe të zgjidhja dikë tjetër ose një profesion tjetër. Kështu që do ta bëj sa të kem mundësi për ta bërë dhe është gjëja që e bëj me kënaqësinë më të madhe. Po vizioni juaj afatgjatë për këtë grup, si e shihni grupin Gjergj Kastrioti pas 20 apo 30 vitesh? Grupi Gjergj Kastrioti do të jetë grupi që ka bërë histori, do të bëjë histori në Amerikë, në diasporën e Amerikës dhe shpresoj dhe më gjerë. Dhe unë besoj që grupi Gjergj Kastrioti tashmë është bërë një ansambël, Gjergj Kastrioti, dhe në të ardhmen do të shtohet ansambli, se unë nuk e di se çfarë emri tjetër t'i vë. Do të kisha thënë për shkollën që kam, sepse kjo është shkollë, normalisht, sikur se thash fillon mosha të reja, ta fëmijë përgatiten në një mënyrë të rregull. Doja shumë që edhe e këtë emrin shkollë ta kisha ngrirë një çik më lart,
edhe ta zhvillonin dhe të bënin një shkollë të mirëfillt arti, i cili të prodhonte artista që të bëshin pjesë e ansamblit Gjergj Kastrioti dhe sa më gjatë edhe përjetësisht ta ruante dhe ta mbante kulturën dhe traditën shqiptare këtu në Michigan, edhe në Amerikë, edhe kudo që janë shqiptare ta transmetonin këtu atje. Ne urojmë që kështu edhe të jetë. Atëherë për fund, Joli, do një mesazh nga ju, drejtuar prindërve shqiptar në diasporë, por në përgjithësi edhe komunitetit, cili do ishte ai? Si gjithmonë i mësoj shumë faktit që duhet të rrim bukur në të qenurit nga vim. Me atë gjuhë të bukur që e kemi, që shumë kollajt na hiki, po ne duhet ta ruajmë. Me traditat dhe kulturat tona, se janë jashtëzakonisht shumë të bukura dhe nuk është as pak keq t'i adoptojmë dhe kulturat e tjera, sepse na rrisin si njerëz, na bëjmë me një mendje më të hapur. Të vazhdojmë kështu si jemi, sepse po rritemi shumë, po rritemi bukur, jemi shumë fuqizuar dhe ta mbështesim njëri tjetrin sikur se kemi mbështetur deri më tani. Edhe këto aktivitetet tona që bëjmë, na duhet shumë mbështetja juaj, na duhet shumë duartërfikja juaj, na duhet shumë ndjekja juaj kudo që ne shkojmë, sepse këta fëmijë vërtet mësojnë dhe këta të rinj vërtet mësojnë dhe duan traditën në vet, por kur kthejnë kokën nga ju dhe shikojnë që ju e përqafoni shumë fort të nisëm, ato motivohen akoma më tepër. Prandaj, na doni siç na keni dashur dhe na përkrahani siç na keni përkrahur. Atëherë ne me të vërtetë urojmë që mbështetja kur mos t'ju mungoj, më unë vetë gjithashtu t'ju falenderoj për kohën, për këtë bisedë, si dhe t'ju uroj shumë suksese në të gjitha aktivitetet e jashtme, si dhe veçanërisht në festivalin e Rafshës këtu në Vitoj, ku do të keni mundësi të prezantoni edhe një herë kulturën shqiptare para publikut të Malësisë. Shihemi në Malësi. Unë të falenderoj nga zemra, Linda, dhe falenderoj TV Boinit që gjithmonë është i pranishëm dhe ka dëshirë të di se çfarë ndodh këtu me grupet tona artistike. Dhe t'e transmetojmë artist. Faleminderit shumë. Atëherë shikues të nderuar, faleminderit edhe ju për vëmendjen. Mirupafshim në emisione tjera.